Situata me virozat në këtë periudhë duket e qetë, ku dhe numri i vizitave pranë qendrave shëndetësore ka rënë ndjeshëm, por ajo çka vërehet është një prezencë e lehtë e rasteve me COVID-19. Krye vaksinatori Arben Xhabia tregon se qytetarët prej kohësh nuk preferojnë të bëjnë vaksinën anti-Covid, megjithëse ajo ofrohet për çdo person. Këto vitet e fundit, domethënë, të pas eksperiencën e vitit kaluar, mund të kenë pas një kërkesë rreth 4-5 persona ose 10 persona. Kurse për këtë vit deri në këto momente nuk ka asnjë kërkesë për vaksinën e Covidit, pavarësisht se ne e kemi gjendje dhe jemi të gatshëm të ofrojmë atyre personat të cilët kanë dëshirë të vaksinohen ndaj Covidit. Ndërsa interes paraqitet për marrjen e dozave të vaksinës kundër gripit. Interesi pothuajse është i njëjtë dhe dozat janë të llogaritura për atë kontingjent që çdo vit aplikon vaksinën e gripit. Moshat janë mi 60 vjeç dhe të smurt kronik. Ato janë zakonisht të çdo vitshëm që paraqiten për të aplikuar vaksinën e gripit. Ndonse virusi COVID-19 vijon të qarkullojë, sipas vaksinatorëve këtë vit nuk është realizuar asnjë dozë anti-Covid, duke treguar mos interes për këtë vaksinë nga ana e qytetarëve.